Kam kënaqësinë sot këtu që jam me dy yje të Kosovës, të vendit tonë, të Shqiptarisë faktikisht, me Don Zhegrovën e Milot Rashicën këtu, që na u kam bashkangjitë, po ashtu edhe me dy yje tjerë, edhe me drejtoreshën e kulturës Sibelin, e po ashtu edhe me drejtorin e sportit Zoti Mushica, edhe me Tesën, Tesa, mirë se ke ardhur. Dini që nesër e kemi të organizuar ndeshjen e yjeve, ku edhe me prezencën e tyre na nderojnë shumë këta dy yje të mëdhej të vendit tonë, të gjithë Shqiptarisë. Ndeshja do të bëhet në stadionin e kryeqytetit nesër prej orës 8, prandaj i ftoj të gjithë qytetarët e kryeqytetit, të gjithë Kosovës, e kudo që janë, që të na bashkangjiten, sepse do të jetë një ndeshje ku edhe do të ngritim fonde, pra një ndeshje bamirësie, ku yjet tonë, edhe yjet nga estrada, nga muzika, po ashtu disa edhe nga politika, edhe tjerët nga sporti, do të bëhemi bashkë dhe të bëjmë një lojë të mrekullueshme si kur më parë. E mora vesh që do të jem unë ekip me Milotin kundër Edonit këtu, po i tregova që jalshoj. Që më si më në shumë. S'kemi pos lërë. Prandaj, ju lusë të gjithve që nesër nga ora 8 të na bashkangjiteni në ndeshjen e yjeve, ku edhe kemi përgatitur edhe një program të mrekullueshëm të muzikës, të artit, të kulturës, duke kulminuar edhe në një ndeshje fantastike që do të mbahet mend. Dëshiroj të falenderoj nga zemra këtu edhe Milotin, edhe Edonin, e të gjithë të tjerët që na u kanë bashkangjit, e që do të jenë nesër me neve në këtë ndeshje të madhe në stadionin e Prishtinës. Mirë se keni ardhur Edon, mirë se keni ardhur Milot. Tavolina juj. Unë besoj që kryetari tha gjitha, unë kisha pas shef me këtu gjithë qytetarët, me ardhur bashkë me familje, me fëmijë, edhe me shiju, edhe me pas një natë sa më të mirë, edhe shpresoj që besoj që ata kanë kalu shumë mirë, edhe na do të mundohemi me bëu më të mirën, kështu që ju ftoj të gjithëve dhe ta shohim këtë ditë për çlirimin e kryeqytetit tonë bukur Prishtinës. Faleminderit Edon. Milot. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit prej kryetarit, prej gjithë organizatorëve edhe prej komunës Prishtinës. Unë kam qenë edhe herën e parë kur kemi bo para disa viteve dhe ka qenë një gjë jashtëzakonisht e mirë dhe po ndihemi nderuar prapë që kam rastin me qenë këtu. Edhe shpresoj që kanë më ardhur sa më shumë njerëz, kanë më u kënaqë dhe qëllimi i kësaj është siç edhe po dihet diçka shumë e rëndësishme për gjithë neve, edhe në fund shpresoj që të kalojmë sa më mirë. Faleminderit shumë Milot, kënaqësi me ju pas Sibel, don më na thonë sen? Po, patjetër, ne fillojmë ndeshjen e yjeve për ditën e çlirimit të Prishtinës, natyrisht duke organizuar edhe një sër aktivitetesh tjera. Nuk ka më mirë se sa ta festojmë ditën e çlirimit të Prishtinës duke ja dedikuar Down sindromit, një kategorie e cila ka nevojë për mbështetjen tonë. Jemi në një situatë ku po kërkojmë ndihmë nga sporti dhe kultura për ta ngritur Kosovën në një nivel ndërkombëtar, gjithmonë duke pas këtë ndërlidhshmërinë edhe me fëmijët tanë të cilët kanë nevojë për mbështetjen tonë. Kështu që unë ju falenderoj shumë dy sportistëve dhe shumë këngëtar, artistë të shumtë që nesër do të na bashkangjiten edhe Prishtinën ta sjellim nëpërmjet ndeshjes së yjeve në hartën ndërkombëtare të mirësisë edhe të një mesazhi të fuqishëm të cilin do ta bartim nesër tek të gjithë njerëzit. Faleminderit shumë Sibel, Zoti Mushica. Faleminderit. Tu kushtrimin e kemi nesër në ekip është portier në ekipën tonë, kështu që e don shumë vështirë kemi pas. Jo. Faleminderit shumë kryetar, faleminderit për Milotin edhe Edonin që na kanë bashkuar në këtë aktivitet, në këtë ngjarje shumë të rëndësishme pra për datën e çlirimit të Prishtinës, një prej datave më të rëndësishme për vendin tonë. Ky format i ndeshjes pra është më shumë atrakcion, pra do t'i shohim në një formë tjetër futbollistët tanë, po edhe të tjerët që marrin pjesë, që vinë, siç edhe u paralajmëruan, që vinë artistë, këngëtarë të ndryshëm,
po edhe të fushës politikës apo edhe të mediave. Kështu që do t'jetë një ngjarje më shumë me atrakcion, mirë po qëllimi është edhe ajo që u tha, përveç kësaj të ndihmojmë edhe një kategori tjetër që sigurisht ka nevojë. Faleminderit juve që do ta përcjellni këta të qytetarët dhe i bëj ftesë që të na bashkohen nesër në ora 8. Faleminderit shumë kushtrim. Të nderuara media, nëse keni ndonjë pyetje, lirisht mundeni me pyet, për ndryshe unë ju uroj të gjithëve ditën e çlirimit të Prishtinës. Urdhani? Jo, faktikisht të gjitha hyrat do t'i shkojnë Down syndrome komunitetit, pra për ndihmë, pra ka me qenë një vend bamirësie. Biletat nuk janë të shtrejta, di më duket simbolik 2 euro, 3 euro dhe 5 euro. Pra kemi zonat që janë ka 2 euro. Po, ka mundësi. Po, qëtë, lutem Tesa na tregon për këto çështje. Faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij organizimi. Për shkak të rëndësisë që ka ky organizim edhe kauzës që ka humanitare, kemi vendosur që të gjitha të hyrat e biletave të japen organizatës Down Syndrome Kosova. Të gjitha biletat mund të blihen online, po ashtu edhe në pikat e shitjes të Rave Travel dhe në disa pika tjera që kemi cek në qytete të ndryshme. Kushdo që don me marrë pjesë ka mundësinë përmes këtyre pikave dhe përmes shitjes online. Gjithashtu do të dedikohet edhe një QR kod e cila ju japet të gjithëve në hyrjet e stadiumit me një link të GoFundMe që mund të me përkra po ashtu organizatën Down Syndrome Kosova. Rezoni prej të përës. Alës, po të me të temë, po ka një pyetje për gjetje të zyrës kontare të analitimit. Rezoni, me kretë respektin, kisha pas dëshirë me u fokusu në temën që kemi sot. I kemi ne bisedojmë për këtë çështje në një rast tjetër, po sot po fokusohemi nëse keni pyetje për ndeshjen e madhe që do të bëhet nesër, që është ndeshje bamirësie, ndeshje për komunitetin Down syndrome, pra për të mirën e këtij komuniteti. Ju lutem për respekt. Faleminderit. Dikush tjetër? Ju falenderoj shumë edhe një herë, ju mirëpresim në stadion nesër, urime dita e çlirimit gjithë qytetarëve të kryeqytetit dhe Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit Edon, faleminderit Milot. Faleminderit gjithëve. Faleminderit.